Andaj dhe Imam Buhariu ka bërë një lidhje të mrekullueshme në mes sebepit dhe pasojës. Pastaj ka sjell hadithet nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se zullumi është shumë i keq. Zullumi le pasoja në dunia para ahiretit. Andaj besimtari ka për obligim që të pastrohet prej zullumit, që të pastrohet prej hakeve të njerëzve dhe mos t'ju bën njerëzve zullum, nga se Zoti jon te bareke ve teala, sikur që ka transmetuar Imam Tabarani në sunenet e tina, në mu'gjemet e tina, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wassalam, Zoti në ditën e Kiametit i ka 3 regjistra, 3 arkive ku janë shkruar veprat dhe emrat e njerëzve. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, një regjistër Allahu nuk fal pi atij regjistrit asnjë njeri. Regjistri i dytë, Allahu fal pi atij regjistri shumë, derisa nuk ja ka më mbar mendja njeriu se ja falet ajo i falet. Dhe regjistri i tretë, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është regjistri ku Allahu xhelle xhelaluhu nuk e le pa e marr deri hakin më të vogël. Cilat janë këto 3 regjistra? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, regjistri i parë është për ata që kanë bërë Zotit shirk dhe kanë mohu Zotin dhe i kanë mohue fjalët e Zotit dhe nuk kanë qenë besimtar në Allahun subhanahu wa taala. Pra në regjistrin e secilit njeri apo emri i secilit njeri që gjendet në regjistrin ku ka shirk dhe kufër dhe aty ku është mohu Allahu xhelalu ala, aty nuk i falet hiç. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Zoti s'ia fal njerit mi bësh shirkatina. Kjo regjistri i parë, se kena temën tash aty. E dyta, regjistri i dytë, Allah i fal shumë. Që kjo është që Allah i fal shumë, që njerëzit shpesh e përmendin Allah i fal shumë. Cila është ajo? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, te regjistri i dytë janë gjunahet mes njerit dhe Zotit. Shikime haram, bëm me haram, po si ka hangër ka hakin kërkujna. Ki bë gjuna për veti, e ke dëmtu vetën. Allah i thot ketë, unë e mirë në me ketë. Të që ki regjisë, Allah i falë sa dush. Allah i falë shumë. Dhe të ki regjisër ka ardhë hadisi me e mush kupën e qilës me zullum, Allah i ta falë. Këto janë gjunat me stije dhe Zotit tanë. Si ki bo kërkuj pa dresi. Kur kush nuk thot, këshire me filani? Jo. Dhe regjistri i tre që ne kemi sot temën, cila është? Regjistri i tre ka thonë për nga me sëram, Allah i asni emër ati nuk e le pa jamur hakin. Nëse emri jon ekziston të regjistri ku aty ka zullum edhe padrejtësi, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, aty Allahu nuk ndërhyn. Dhe njeri i ka bë zullum filanit, tu dhe emrat janë aty, pritni. Këtu keni hak në mesveti. A merrni halalat në mesveti, pastroni në mesveti, pastaj kalojna. Andaj që ti regjistrit ju kanë tutë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj kër e kanë pitë shumë prej sahabëve, a pi gjunave tutësha, ka thonë, ja vallaj, pi gjunave nuk tutna, ama tutna mos të mëzojnë edhe një shirk, edhe një zullum, se shirkun s'ma falë Zoti, edhe tutna se i kanë bo zullum dikujna e mkapaj. E Zoti xhelle xhelaluhu shahidit këtë gjunat ja falë, ama zullumin, borgjën e ja falë borgjën? Ja, se sa haki atina. Pe drejtësi Zotit a mos m'ja falë borgjën, po zullumin, nëse dikush atë ka dalë. Po mund ki bo zullum ti, s'ja falë Allahu subhanahu wa ta'ala. Asnjëherë nuk ja falë. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadith, ittaqu dhulm, rujuni pi zullumit, se Allahu është këtë popull i ka shkatruar me zullum. Nuk ka popull që ka bo zullum, vetë se Allahu thot, o lemma zalemu, kur banën zullum, ne i shkatruam. Kur kanë bo zullum, innal ladhina kafaru wa zalemu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqan. Thot Allahu xhel xelalu, ata të cilët kanë mohu Zotin dhe kanë bo zullum, vini reksoj, kanë bo zullum, Allah nuk ja u fal atyre. Nuk ja u fal atyre. Dhe ma e keqja nuk i udhëzon. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, kanë ta shifsh që Zoti se ka udhëzue, ta di sa të bo zullum. Se mu kanë zemra ti që s'ban zullum, Allah e ben selamet, Allah e ben hidayet, Allah e udhëzon. Kur ka bëhet polemik Ibrahimi a.s. me Nemrudin, me atë mbretin i cili ka bëhet zullum shumë, 400 vjetë ka pas pushtetin e tokës, Allah thot, elem tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi,
An ataahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafara wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah dhe atë ka arë lajmi ti për muhabetin çka e ka bo Ibrahimi me një mret zullumqar, i cili ka fillu me diskutu për Zotin e madh Gjelle Gjelalu, i cili ka than, kur i ka than Ibrahimi, Zoti jem, Allahu Gjelle Gjelalu, është ai i cili jep jetë dhe merr jetë. Ki ka than ki zullumqari, po edhe unë jap jetë dhe marr jetë. Njeri jap jetë dhe marr jetë. Atëra Ibrahimi ka kalu për këti debat tjetër. Ka thonë fe inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Zoti jam shka jam të folën e për ta, dillin pin lindje e zgjellën perëndim. Kur të vjenën perëndim në akşam, kthej aty. Merr ti pik rek kthej aknera. Kur i ka thonë kthej dillin, çish me këtë dillin? Aty çish këtë llostarsën e mandor, ki me moj dillin. Atëherë thot Allah fe buhit alladhi kafar. Ju mshel goja qafirit, bini ref çish përfundon ajeti. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah i zullumqar nuk i qetë në selamet në rrugë. Kur ti je zullumqar, Zoti nuk t'jep shenja çish me dal bisikletit, nuk t'jep alamete çish me dal bisikletit. Pastrojeni ar pi zullumit, Allahu ta mbush zemrën udhëzim. Pastrojeni ar pi padrejtësive, Allahu ta mbush zemrën qetësi. Wallahi nuk mundet me flet, sa do me e pa shtratin e pastër dhe jastikun e shtrajt, s'mundet me flet zullumqari rahat. Sa do që shtirët, s'mundet me flet zullumqari rahat, sepse Allah e ka bo liq, zullumqarna nuk i lajnë rahat. Wala liyahdiyahum tariqa. Dhe Allah nuk ja kallzon rrugën ka me dal bisikletit, nuk e nxjerr pi labirintit. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhis salam, rujuni zullumit se ditën e kiametit është plot errësirë. Ditën e kiametit zullumqari s'di kanë me shkue, e verbon Allahi edhe në sytë e vet, edhe dritën ja merr. A ka ma këtë me ta marr dritën? Shiko gjëja më e frikshme njerëzit sot. Kur dojnë me bo filma horror, çish i bojnë? Terr. Kur do t'i ti kanë me friksu, çish e bën? Ja marr dritën. Apo? Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam pse ka ndalue njeriu me ec natën vet. Se njeriu pi natyrës nuk e do errësirën. Kur të bjerë ka thënë pejgamberi sa dielli ku të perëndon, mbledhni fëmijët. Mbledhni fëmijët futnin në shtëpi. Pse mi fut në shtëpi? Ka thënë se shpërndahen shejtan. Shejtanët kanë marrë karakterin. A insani nuk e do, nda ka thënë mbledhni fëmijët se u asulmojnë shejtanët. Për këtë arsye ka thënë alayhi salatu wassalam, rujuni mos bani zullum, se Zoti ju ban terr, ju fut në errësira. Sikur qeni të pana këtë errësirë të ndëruar xhamatli, shoqëria është fut me një errësirë, nuk po din me dal pi kësaj errësie. A me të vërtet besojnë ana në dashninë e njëri tjetrit? A e do t'i kanë ti përnime? Apo vallë me bo me e qelë kallopin dhe lëvozhgën, ku me ditë falinderesi ka ati? Shikon njerëzit që wallahi edhe në familjes janë të udash përnime, janë të udash me një interes. Dhe kjo është prej prapësisë dhe anomalisë më të madhe që mundet me ekzistue. Ka thënë alayhi salatu wassalam, runu nga kooperacia, mos u bani kooperac, mos e shtridh dorën, jepe se vallahi thot Ibn Qayyim el-Jauziye, nuk krahasohet lezeti i dhancit me të marrësit. Kur ti merr të kënaqet trupi, kur ti jep të kënaqet shpirti, wallahi nuk vjen lezeti i shpirtit me trupin. Ma lezet ka ai që e jep sadakajën sa ai që ka e merr. Ama na e na pik në knacit e trupit, e si na të mujt mi mbush stomakët. Ruju pi kooperacijës. Kooperacia është njeri me jetu për trupin e vet, për damart e vet. Mos jeto për damart e tua, jeto për shpirtin tanë. Ngritë shpirtin tanë, çish ngritë shpirti? Jep, shkroje dorën. Allahu gjatë jep baraçet, Allahu gjatë jep begati. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ta dini, nëse doni me ditë, krejt maherët para neve, çka janë bë helaç, edhe janë shkatrue, sebepi u kanë zullumi dhe kooperacia. Çka kanë pasoja? E kanë derdh gjakin në medveti dhe çfarë? I kanë bë haramat halal. Ja kjo çka po ndodh te na. Nuk ka tu interesu mo dikush për halal dhe haram. Ku muj me fitu pare. Po para se me fitu pare dush me vet a lejohet. Para se me shkel di kanë lut me vet a lejohet.